Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Plus Minus 18. Sot do të flasim për stilin, veshjen dhe identitetin. Sa prezantohemi ne me mënyrën se si vishemi, sa e rëndësishme është sot aparenca e parë. Në fakt edhe studimet të ndryshme tregojnë që mënyra se si ne prezantohemi me anë të veshjes është shumë e rëndësishme për sa i përket impaktit të parë. Pastaj duhen sigurisht element të tjerë për të forcuar impaktin, por është e rëndësishme veshja. Megjithatë, sot ne flasim në një tjetër kontekst, sepse sot jetojmë shumë online dhe aty gjithçka prezantohet apo flet me anë të veshjes, me anë të imazhit, me anë të pamjes. Fjala duket se është zhdukur dhe madje dhe mesazhet më të rëndësishme sot lexohen nëpërmjet imazheve që postojmë. Do t'i pyesim sot drejt për drejt të rinj se sa të rëndësishme e kanë pjesën e imazhit, sa shpenzojnë ata për të veshur, sa të lidhur janë me markat, sa gjykohen nëpërmjet aparencës apo mënyrës se si vishen, apo edhe sa bullizohen, apo edhe sa vlerësohen, nëse kjo është kthyer në një pjesë të rëndësishme duke hequr pastaj edhe elementë të tjerë të rëndësishëm siç është komunikimi, formimi e të tjerë. Prezantoj me njëherë panelin e parë, janë 3 vajza bukuroshe të reja nga Qemal Stafa dhe i prezantoj me njëherë është Fiona Davi. Fiona, të përshëndes, faleminderit që je sërish në program. Mirë se erdhe. Është Flavia Veliu. Flavia, juve përftesë. Të falenderoj unë që je në program dhe mirë se erdhe, dhe Sikela Veli. Faleminderit përftesë. Atëherë, ju sot jeni veshur disi sportive, shumë e përshtatshme për moshën tuaj, sikur një stil përditshmërie, apo jo? Komode, po. Komode. Por ndërkohë, në përgjithësi, ju e keni të rëndësishme mënyrën si visheni? Patjetër që po. Unë mendoj që veshja, unë personalisht e shoh veten 1000 herë përpara se dal nga shtëpia dhe nëse nuk jam në rregull dhe në paqe me veten time para se dal, mendoj që kam me dita shumë keq. Po si e ke paqen dhe rregullin tënd personal? Si duhet ti jesh? Çfarë ke parasysh ti me këtë? Unë nuk kam një stil të veçantë. Më shumë bazohem tek eventi edhe situatat që dejmë gjatë ditës. Për shembull, në shkollë vishem shumë komode, si që jam tashi, në këtë vibe. Kur dal me familjen ose shoqërinë, normal që vishemi pak më glam, me më shumë aksesore dhe gjërat ndryshme. Prandaj them që duhet të shohim se në çfarë eventi do shkojmë. Ku do shkojmë dhe ti përshtasim mënyrën se si vishni. Kur del dark, besoj me shoqet ose pasdite je është komplet gjë në tjetër stil dhe jep më shumë rëndësi se sa përditshmërisë apo jo? Po, mendoj që po, normale, është kryesore. Kur dalim, është një gjë që nuk ndodhet shumë shpesh, se kur shem në shkollë është një gjë e përditshme, edhe mundemi që ndonjëherë, po, që ndonjëherë edhe mos t'i kushtojmë shumë rëndësi veshjes, po kur dalim është komplet gjë tjetër. A ke presion? Po, që ti është më bukur sa më... Patjetër, që kjo është më shumë e moshës tonë që na shohin nga veshja. Ndodh ndonjëherë që s'pëlqen asnjë gjë dhe thua, o zot, dua të blej diçka, se kam asnjë gjë në dollap. Një krizë momentale çdo mëngjes. Dhe dollapi plot. Po. Prindrit na e thon shpesh. Sikela? Veshja, normal, stili është mënyra se si ne shprehim në një farë mënyrë veten tonë ose identitetin tonë. Dhe normal që do të kushtojmë rëndësi tek ajo. Unë ndjem për shembull veshjen ose stilin është se si të ndjem më e sigurt, se si të ndjem më e qetë në veten time, jo vetëm që dukesh sa më bukur. Por që dhe ti jesh rehat me veten tënde. Ndërkohë Flavia, ti sot do të bëj një pyetje kështu më rat dakord për mënyrën si do visheni në program? Po, folët paraprakisht? Po, ja u tregova të vajzave. Me foto? Por që të Sikela ishte si e bardha dhe zeza, e mira dhe e keqja, paka shumë. Po, për mua aparenca është gjysma e asaj çfarë ne tregojmë për mendimin tim. Shprehim shumë, por edhe në disa raste nuk ka rëndësi. Për shembull në shkollë nuk është se i jap shumë rëndësi, se tek e fundit më shumë do të fokusohemi tek shkolla. Ke veshur ndonjëherë diçka që nuk të pëlqen, por thjesht për të qenë, siç e tha dhe Fiona, në vibe-in e grupit, për të përshtatur me ta, për të qenë e pranuar? Jo, nuk e shty veten, domethënë që të vesh diçka që nuk më pëlqen. Zakonisht ato janë që më bën mua të ndjem rehat.
Por nuk ndodhë që të dalësh me shoqet dhe janë me taka, me fustan e tjerë dhe ti t'jesh me tuta. Po, përshtatem dhe me vajza, diskutojmë normalisht. Zakonisht me shoqërinë jemi pak a shumë të njëjta në këtë stilin edhe kur dalim, nuk dalim shumë nga zona jonë komforte. Për shembull të veshim taka kur nëse njëra thotë që jo nuk ndjem rehat në taka, nuk mundem t'i vesh sot. Okej, themi në rregull, veshim diçka tjetër. Ose të gjitha, ose asnjëra. Ky është ajo motoja jonë. Varet nga okazioni që kemi. E keni një kod veshjeje që lidhet me moshën, pra thoni ndonjëherë që kjo sikur s'është për moshën tonë. Dhe zakonisht po e them që nga okazioni që kemi, aty bazohen. Për shembull kemi një ditëlindje, vishemi vajzërore, me fustanit, ka e tillë, po nuk është se e kalojmë të egzageruara shumë, qëndrojmë në moshën tonë, po. Po nëse do ta egzageronit, kujt ti të rëmbeni? Është gjykimit? Një mënyrë është dhe gjykimi, është për shembull dhe fjalët që thonë më të rriturit, që kjo nuk është për ty, edhe të vret për shembull e ke në mendje diçka të tillë, edhe mundohesh të përshtatësh për shumë moshës. Ne jemi një shoqëri shumë konservative, sidomos në Shqipëri, sepse shohim në vendet e tjera, për shembull rrjetet sociale, shohim që vajzat në moshën tonë edhe për make-up, edhe për veshje, janë në një grad tjetër. Në më ekstravagante, më shprese. Kanë norma të tjera, ndërsa ne në Shqipëri, vajzat e moshës tonë, jemi shumë të gjykuara, sepse shihemi njëherë nga veshja dhe si e paraqesim veten, dhe direkt ky mendim shkon edhe për familjen. Dhe prandaj, përpara se të dalim, duhet të pyesim edhe më të rritur, sepse me vërtet unë mund të mendoj që përfaqësoni vetëm veten tuaj në një formë. Unë mund të mendoj që Sikela ose Flavia janë shumë mirë, po një person më i rritur më thot, po kjo nuk është për moshën tënde, prit, pak stop. Po edhe prandaj e kemi shumë të rëndësishme që të marrim mendime nga të tjerët. Ka presion shoqëror veshja? E ndjeni veten nën presion sepse në shkollë për shembull mund të ketë vajza që vishen shumë bukur gjithmonë, që duket që shpenzojnë për atë, që janë në syrin e të gjithëve, dhe kjo jo domosdoshmërisht ekstravagante, por që duket që ka një kurim, siç i themi ne, shumë e kuruar. Ju e ndjeni këtë presionin me njëra tjetrën, me grupet shoqërore? Tek disa shoqëria ime për shembull e kam vënë diçka të tillë, por për mendimin tim, sidomos në shkollë, është më mirë ato që ndihesh ti më komforte, më rehat, sesa të dukesh, okay, nuk po them që mos dukesh fare bukur, po që tek e fundit ratja pak më shumë në shkollë. Sikela? Po, që duhet, për shembull... Po, në shkollë është edhe kjo që ne ndahemi, si të themi, në grupet tona, ashtu siç kemi edhe shoqërinë, ndahemi edhe në grupe. Kur shohim dikë një vajzë për shembull, sepse ndajmë shumë modën me vajzat dhe djemt, kur shohim një vajzë që është e veshur shumë e egzageruar, si themi, për shkollë, se edhe shkolla ka limitet e veta, prandaj kemi atë dress code-in tonë nëse nuk kemi uniformat, kur e shohim atë edhe mendojmë që, po kjo, pse është veshur kështu? Do të thonë, duhet ta limiton të pak. Gjë tjetër. Jo, kështu themi për këto që vishën pak më shumë. Po, e ka të kaluar pak. Edhe nuk po themi që të vishën me pijama. Kjo është më shumë për dukja, apo janë persona që numërohen, si themi ne, me gishtat e dorës, që e kanë pasion, veshin, e kanë... Po, kjo është. Janë këta që e kanë pasion, apo ka një lloj vaniteti, pra për të janë dukur... miks të dyjave, të themi realitetin. Pra ata që e kanë pasion dhe janë dhe vanitoz, po thonë. Po, duan të duken pak më shumë se. Po kjo nuk është gjithmonë gjë e keqe. Mund të jetë person i qetë edhe do të duhet më shumë te veshja. Po kemi edhe disa të tjera që i kanë të dyja dhe ndonjëherë bëhet edhe pak bajate që për herë. Janë dhe protagonistë edhe shumë vanitoz, kjo është e tepruar. Po, dhe prandaj themi që gjykojmë shumë nga veshja që zgjedhin për të tjerët i gjykoni nëse vishen keq për shembull, ose që nuk përshtatet me stilin tënd, ose të duket ndonjëherë Sikela sikur si jeton në këtë botë, si e përëndësi asnjë gjëje, vishet shumë casual ose shumë thjesht sa që... Ndonjëherë varet, se nëse e njohim personin më para, se si është ai, nëse e njohim për shembull karakterin e tij, nuk është se e gjykojmë, sepse e dim se si është ai person. Nuk po flas për miqt, po thjesht shikoni dikë që nuk e njihni. Çfarë mendon? Në një farë mënyrë e çon ndërmend, po ky ose kjo
për shumë se është veshur në këtë lloj mënyre, ose nëse ta mbante pak më shumë veten, që të dukte kishte domethënë pak paraqitje. E kuptoj. Po stili juaj ka ndryshuar ndër vite? Jeni, le të themi, progresiv në mënyrën se si e shikoni veten para pasqyrës stilin tuaj, apo vjen natyrshëm kjo gjëja, duke u rritur, duke ndryshuar dhe stili i veshjes? Duke qenë më të vogla, atëherë më shumë na stilon të mami, për shembull, na ndihmonte të çfarë të vishnim, edhe nuk është se e kundërshtonim. Ndërsa tani jemi pak më mëdhaja, shikojmë diçka vetë, domethënë marrim mendimin e mamit ose shoqes, se si mund na duket, por që prapë jemi pak më të rritura dhe kemi avancuar pak si të themi. Mendohesh që ta zgjidhësh vetë çfarë të veshësh? Ku frymëzoheni? Kush janë modelet tuaja? Fashion bloggerët e Instagramit? Jo, nuk ka të bëj vetëm ata. Kur e shoh për shembull një outfit të bukur në rrugë, them, ku e kam marrë? Ka rasti që edhe shkoj e pyes personin pa e njohur, se jam tip pozitiv kështu në natyrën time, po nuk ka të bëj vetëm rrjeti social. Normale që i shohim dhe në rrjetet sociale, ose i kanë ato linket poshtë, mund të shkojmë direkte te faqja ku e kam blerë, se edhe markat kohët e fundit kanë zgjedhur si pjesë marketingu të bëjnë vetëm në rrjetet sociale, sepse magazinat e modës janë vetëm sa për emër, siç janë Vogue, këto dhe tjera, ndërsa marketingu që bëhet në rrjetet sociale është i papar. Kudo që shohim, kemi ato, e kam blerë këtë bluzën aty, ose i kam stiluar. Më erdhi kjo, më erdhi ajo. Shumë është bërë. Ka një presion të madh në rrjetet sociale që në një farë mënyre dashje pa dashje ndikohesh edhe kur nuk do të ndikohesh, edhe kur nuk do të shpenzosh aq shumë për veshjen, se në fundit sepse thua të gjithë e kam, se mos ta kem dhe unë, ose është bërë një trend i ri. Nëse më dole të kjo tema tjetër, i ndihni trendet, pra, nuk shkoni kundër tyre, që thjesht pak e kanë gjithë. Me idenë që përderisa e kanë të gjithë, pse ta kem dhe unë, se do dukem kështu si pjesë e turmave. Po është dhe pjesa që nuk do që dukesh një lloj me një person tjetër, edhe ti je sa më autentik në stilin tënd. Po ka ndodhur, për shembull, mua më ka ndodhur që ka qenë një këpucë trend e veçantë, e kam urryer në mënyrë absolute në fillim dhe pas ca kohësh kam thënë, po që është interesante kjo këpuca. Sepse mendimet e të tjerëve ndikojnë shumë, edhe për shembull nëse në një moment kur e sheh për herë të parë nuk e pëlqen, kur thua që po e pëlqejnë gjithë, mos ndoshta është me vërtet diçka e bukur që duhet ta kem në garderobën time aty në dollap. Edhe mua më ka ndodhur më shumë, për shembull ato agsat që kanë dalë tani, i urreja vite më përpara, them bujnë si papuçe. Ato që janë si shapka apo? Po, janë që kanë veshur gocat. Po, edhe këtë vit kam blerë 3-4 palë, sepse fillon duke më hyrë në qef, mund t'i kombinoja me shumë gjëra. Ka të bëjë dhe kjo është praktike, a me vërtetja vlen? Le të themi u ndikove më shumë. Po. Duke i parë gjithkohën sa më shumë, me mënyrat ndryshme të kombinimit, edhe të më thënë ti thjesht e viktim, apo ja? Dhe realizova që, është e bukur në një farë pike, varet se si e stilon. Kjo është e gjitha. Në rrjetet sociale ndiqni fashion bloggerët, apo ja? Po. Keni për shembull ndonjërin që ju pëlqen si stili i saj dhe e ndiqni atë pikërisht për këtë, pavarësisht algoritmeve që dalin etj, por që ju e keni një që e ndiqni vetëm për stilin. Jo specifike, por ajo që më vret syrin, për shembull për diçka, atë mundohem që t'inspirohem nga veshja e saj dhe ta rikrijoj unë. Që mos dukesh kështu copy-paste. Po. Edhe po duke, nuk është se do përplasesh në rrugë. Jemi në rrugë të ndryshme. Fjona ti ndjek? Po, i ndjek. Edhe, si që thash, edhe në rrugë, edhe në rrjetet sociale. Kur nuk di çfarë veshesh në ditë, për shembull, do kesh një event. Po, interesi është ai aplikacioni i preferuar. Dhe kërkon. Po, sidomos në fundjavë, ku kam pak më shumë kohë të lirë që të futem me orë të tëra dhe të ri të bëj scroll aty, që të gjej një veshje, edhe nëse i kam gjërat, po, edhe nëse si kam, do e shtoj këtë në dëshirat e mia që dua. Ka ndodhur ndonjëherë që shikon një outfit, pra të bërë shumë, të kombinuar shumë bukur, dhe ti thua, po unë kam gjitha këto në dollap dhe s'ka vajtur asnjëherë mendja që ti vesh kështu. Dhe shkon me vrap i merr dhe i... Po, jam inspiruar disa herë nga modelet nëpër Instagram apo rrjetet të tjera sociale dhe i kam provuar të them drejtën, më kanë pëlqyer dhe kam vazhduar të vesh prapë.
Sa i trëmbeni ju komenteve negative në rrjeteve sociale dhe sa ju ndikon kjo për mënyrën si visheni? Sepse dihet që kur dilni besoj postoni, apo jo? Po. Ne jemi në moshë të re, sigurisht që komentet negative, edhe pse mundohemi që të mos da ndikojnë tek ne, në një farë mënyrë do ndikojnë, sepse çdo njeriu për shembull mendon diçka që i thuhet ose i rrithuhet disa herë. Por Kela edhe të rriturit i ndikon. Sado ai imun nuk bëhesh dot nga gjithë ai mbrulli komenteve negative, kështu që jo vetëm nga mosha, që ndikohesh edhe kur je i rritur. Likësia nuk është e pëlqyeshme asnjëherë dhe nuk je gjithmonë indiferente. Pra, keni një lloj kujdesi apo jo? po, që t'jemi sa më më të rregullt, më në rregull me veshjen tonë, që dukemi sa më të rregullt edhe në shkrimin e tjetrit. Po, asnjë lloj efekti. Më mirë pa efekt se sa një efekt negativ ose një zili, se ndonjëherë komentojnë edhe nga zilia. Po, kjo është edhe pjesë kur shohim edhe neve për shembull, edhe unë kur shoh për shembull një person që është bërë shumë bukur, nuk është se shkoj t'i them që e vesh u keq vetëm nga zilia. Por mundohesh të gjesh një defekt tjetër. Po që, okay, mbase kjo është pse mua nuk më ka shkuar mend që ta bëj. Edhe kjo është arsyeja pse unë nuk jam veshur kështu, por nuk është gjithmonë zili. Ndonjëherë është edhe admirim kur e shohim edhe për shembull në shoqëri, edhe jashtë shoqërie, nuk ka të bëjë vetëm shoqëria, mundohemi të pyesim të tjerët. Ua, po me çfarë do ta kombinoje ti këtë pjesë të veshjes herën tjetër që të më thuash dhe mua, dua pak ndihmë për shembull. Nuk është asnjëherë turp të kërkosh ndihmë. Edhe like-et i kërkoni kur postoni një foto shumë të bukur, i shikoni sa like keni marrë? Dhe a keni fshirë ndonjëherë ndonjë foto që s'ka pasur efektin e duhur? Duam, mosha jon i ka pak qef këto like, komentet e këto, por që jo t'jemi të varur që t'jemi, nuk më ka ecur kjo video apo foto, po e fshi më mirë, nuk do nxjerr më apo diçka e tillë. Sepse nuk është ta bëjmë si punë, thjesht thjesht për shef. Një gjë për shef, që okay, bëra këtë foton për çfarë bëri ky tjetri, ta bëj dhe unë. Sa shpenzoni ju për veshjen? Tani kemi ardhur në pikë serioze të diskutimit. Shpenzoni shumë? Të them të drejtën, nuk jam aq afeksionuar. Thjesht, për shembull, më pëlqen diçka, ja u kërkoj prindërve dhe pse jo, ato më plotësojnë, nuk më thonë që jo, ose diçka e tillë. Po nuk kategorizohesh tek persona që ka një lloj varësie. Njëherë në kaq kohë duhet blen patjetër diçka sepse varet nga preferenca. Nëse më pëlqen diçka, ja u kërkoj prindërve. Unë kam qenë për shembull që çdo javë do të bleja diçka të re, por nuk e di, ndoshta është me moshën që kam ndryshuar dhe s'është se mjafton që ndihem rehat, siç e thash, edhe me atë që kam, një herë një kohë për shembull, jo. Tani më shumë këto çmimet edhe po rriten nëse një pjesë e veshjes ose një veshje e caktuar është bërë shumë modë, është bërë trend fare, edhe i hedhin shumë dyqane për shembull në mas, edhe ju arrisin çmimin. Dhe kjo nuk ka të bëjë që gjithmonë do të shkojmë t'i blejmë, edhe duhet të parë kjo pjesa e çmimit, se nuk është ideale që të harxojmë shumë për një veshje që maksimumi 2-3 herë, 4, ose nëse është një pjesë e përditshme, mund ta veshim, po për mendimin tim asnjëherë. Po në Instagram postoni foto me të njëjtën veshje, disa foto me të njëjtën veshje apo e ke? Jo. Asnjëherë, Jo. Jo. Atëherë shpenzoni i bie. Varet sa shpesh hedhin foto. Po zili këta personat që nuk shpenzojnë fare, që s'duan t'ja din hiç, që veshin një t-shirt, investojnë në gjëra të tjera, kanë të prioritetet e tyre, nuk kanë as si presion, as zili, as nuk duan të binë në sy me veshjen, as nuk gjenë kënaqësi tek ajo. Thjesht do doja që t'isha si ato. Në keni zili. Por e dim që kur nuk mund të bëhemi. Na intereson shumë kjo punë që të bëhemi kështu. Nonchalant. Është tjetër gjë ajo. Po punoni për të arritur apo jeni mirë këtu ku jeni? Nuk është jam të fokusuar shumë që të bëhem si ata. Jemi mirë këtë fazë. Po. Ju pëlqen kështu. Të dukeni bukur. Ju gjykojnë ndonjëherë, vajzat i gjykojnë më shumë për pamjen se sa djemt? Po, kjo është një diferencë madhe për mënyrën si ata vishen. Ka një sy kritik më tepër se djemt, janë më të fiksuar. Më detajiste. Për çdo gjë.
Vajzat. Po, nëse kemi një njollë kështu si padashje, e kemi vënë në re që vajzat ta thonë më shumë se djemët. Po, prit, ti, hajde ta pastrojmë këtë direkte. Edhe për mirë edhe për keq, se ndonjëherë janë ato vajzat që të ndihmojnë më shumë për të rregulluar, nëse ke një fije floku pak më keq. I pyeta vajzat gjithë ato herë përpara se të ishim këtu që si kanë flokët, si kështu, sepse kur nga natyra e vet vajzat dhe djemët nuk mund të jenë një lloj në të pjesën e detajeve. Po vini re që kanë një rritje kujdesi nga ana djemve, apo jo? Pra, sikur shpenzojnë dhe ata, duan të duken bukur dhe ata. Po, sidomos brezi i sotëm. Janë të fiksuar edhe pse duken më pak se nëse ndoshta janë në të njëjtin stil apo diçka e tillë, por që janë të fiksuar. Shpenzojnë dhe ata njësoj si vajzat, janë të lidhur me rrjetet sociale, trendet e tjerë? Varet dhe nga tipi. Se ka dhe disa që përshë nuk ju kështojnë shumë rëndësisë, çfarë t'ju dalë përpara, por ka dhe që janë të fiksuar mbas trendeve, duken dhe unë kështu bukur. Po juve kush ju pëlqen më shumë? Ata që janë të kujdesshëm apo ata që janë? Ata që janë të kujdesshëm i admiroj më së shumë, që kanë dhe nerva se të vishesh çdo ditë bukur, edhe mos kesh asnjë ditë pushim, do shumë nerva, do shumë përkushtim, për të veshur bukur çdo ditë do shumë përkushtim. Dhe prandaj themi që ndonjëherë, okay, sot po vesh një paltuta, një bluzë dhe po ikin në shkollë. Ose edhe kur ikim në një vend tjetër jo shumë të rëndësishëm përveç shkollës, ka raste që themi, okay, sot po vishem pak më qetë, nuk jam mirë kështu. E keni parë ndonjëherë veten të jeni shumë stresuara vetëm për këtë motiv? Ju ka gjeneruar një lloj këtij stresi, presioni? Po, sidomos kur nuk dim se çfarë të veshim. Edhe thjesht e kemi shumë lloje zgjedhjesh. Pra krijon një ngarkesë të përditshme kjo punë, apo jo? Po, sidomos kur për shembull e ke dar mendje se çfarë të veshësh, nuk të del ashtu si e ke planifikuar, është thjesht një bombë irrituese në vetvete. Sepse do të kërkonte një punë nga fillimi, apo jo? Po, do ta lodhësh dhe një herë trurin se çfarë do të vesh. Dhe prandaj themi që nuk duhet ta mendojmë shumë, po ja që kur. A ju relakson shopping? Shumë. Jashtë mase. Por edhe me orë të tëra fillon pak mbikëqyresa në kokë. Po gjithsesi, ka ditë për shembull që thua sot më duhet një shopping për të ndjerë mirë. Jam shumë e stresuar, jam shumë e ngarkuar, kam mbaruar sezonin e provimeve. Ku di unë, në familjen time jemi unë dhe mami, ajo që mësë shumë të bëhemi bashk dhe dalim edhe meritojmë një ditë shopping. Po dhe themi, okej, sot dalim, sot bëjmë pak qef, jemi lodhur shumë. Mërzisim pak babin. Dhe për ta mbyllur edhe si formë këshille kjo, nëse mund ta jepni, po për juve është më e rëndësishme veshja apo aksesorët? Pra çanta, këpucët, aksesorët të bëjnë një veshje. Po. Ndonjëherë aksesorët, sa më thjesht që është veshur, ato e kompletojnë, bëjnë dukesh më bukur. Si që themi ne dukesh e veshur me këtë çantë. Po. Jep një lloj luksi. Shpenzoni për aksesorë dhe a jeni të fiksuara për markat? Markat veçanërisht jo, por nëse një çantë, për shembull, e marrim të çantat, është e bukur, është pak më unike, edhe ja vlen që të harxojmë pak më shumë para për ta blerë. E përdorni këtë termin, është investim, më duhet patjetër ta blesh. Ska gjë që është shtrenjtë. Për të bindur prindrit, po pas 3 muajsh jemi një investim tjetër. Të kemi punën tonë. Atëherë po do të keni të drejtën të shpenzoni si t'i doni para të shuaj. Më shumë si fjalë që bindim prindrit, okej, më duhet është investim, kjo nuk do ju kërkoj më. Ju thonë ndonjëherë mamat, o zot, e ke çuar tavanin e shpenzimeve atje ku nuk mban më. Ka ndodhur, si për shembull fraza e ke dollapin plot. Por që asnjëherë shko bëj shopping në dollapin tënd se ke alternativa plot. Vajza, ju falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që ishit në program. Ne do të ndjekim një material sigurisht për stilin dhe identitetin dhe kthehemi me bisedën në pjesën e dytë të programit me panelin e dytë.
Veshja mund të flasë në heshtje për ndërgjegjen, ekuilibrin dhe normat e larta morale, ose mund të tregojë mezat e lartë, mosbindje dhe pakënaqësi. Veshja tregon shumë nga ajo çka mendojmë mbi veten tonë. Shpeshherë jemi të pavetëdijshëm se sa rëndësi ka veshja dhe paraqitja jone jashtme mbi individualitetin tonë. Rrobat që mbajmë mbi trup mund të reflektojnë më së miri gjendjen tonë shpirtërore dhe si ndihemi ne atë ditë, por sa e tregon veshja personalitetin dhe si ndikon tek të rinjt? Varet si ndihem, varet nga dita. Unë zakonisht jam çik më femërore se sot. Kam pas bler një palë këpucë lëkure, 200 e ca. Kjo është më e shtrenjta. Dhe nuk i kam bler vetëm, i kam bler prindrit, nuk i kam bler unë. Jam tip aktiv edhe kështu i palestrës, chill, i përditshëm domethënë, casual. Çdo ditë vishesh për të treguar personalitetin tënd? Ndoshta, pse jo. Domethënë, unë vishem ashtu se ndjehem rehat. Po Instagrami apo rrjetet sociale a ndikojnë tek ti? Jo, fare. Vallai, zblej gjona shtrejta, ku kemi lekë në më të jena studenta. Cila ka qenë blerja më e shtrenjtë që ke bërë në veshje? Veshje, këpucë, 300 pound. Nuk vesh të lloj veshje, kështu që përpiqem që gjej ato që afrohen më shumë me karakterin tim. E megjithatë shumë njerëz vlerësojnë idenë se ka më shumë bukuri e rëndësi për te veshjeve tona. Personaliteti është një aspekt bukurie që vlerësohet shumë njëkohësisht, t'i kushtojmë vëmendje apo të përmirësojmë personalitetin ton, është shumë e shëndetshme, pasi kështu arrim të jemi më tërheqës. Jemi kthyer në pjesën e dytë të programit dhe çfarë do shikoni në këto momente është thjesht shumë e bukur. Besi regjizori do bëj një plan të jashtëzakonshëm të dy të ftuarave të mia sepse janë shumë fashion dhe i prezantoj më njëherë Rudina Koromani, psikologe klinike. Besoj je përshtatur temës apo është stili yt? Si? Je përshtatur temës apo është stili yt? Të themi që jam vetvetja. Për temën, u mendova 5 minuta që të boja në një diçka më ndryshe, por më pas pastaj jo. Themi, po të gjithë daljet e mia janë me xhaketa, me veshje dhe ky është thjesht një. Je shumë bukur, komplimenti. Dhe Adora Fezov është krijuese imazhi, fashion blogger, make-up artist, të gjitha. Shumë gjëra të bukura bashkë. Dhe komplimenti, je fix fashion blogger, je veshur shumë bukur. Sa e rëndësishme është Rudina veshja në prezantimin tonë të parë dhe jo vetëm? Është një element i rëndësishëm. Për mua, nga pikpamja psikologjike, unë flas për atë që me cilën merrem. Nga pikpamja psikologjike, veshja, stili, pamja është një formë që shpreh pjesën e brendshme të identitetit të individit. A e shpreh gjithmonë këtë, se unë kam dyshimet e mia. Kjo në varësi të zhvillimit që ka individi. Pra në një moment tjetër, sigurisht që kur jemi adoleshent, ne ende nuk e dim dhe jemi duke eksperimentuar. Dhe është ai momenti që kemi eksperimentuar të gjithë. Fundi shkurtër, fundi gjatë, barku jashtë, barku poshtë, pastaj ta nxjerrim këtu. Jemi duke eksperimentuar me stilet tona për të gjetur identitetin ton, për të treguar identitetin ton. E ky proces deri në moshën 25-30 presupozohet që individi ta këtë gjetur se çfarë i shkon, si ndjehet, të mos interesoj shumë pjesa se i pëlqen apo si pëlqen të tjerëve, të mos ndikohet në goditjen e trendeve që imponohen, çdo kohë imponon trende të caktuara, se duan të shesin, duan të... Por, për të ruajtur individualitetin, kërkon që të spikasi nëpërmjet një stili të caktuar duke krijuar një stil të vetën, një element unik të vetin. Pra me krijimin e identitetit, i cili procesi i suksesshëm i krijimit të identitetit quhet pikërisht ajo pjesa kur është integruar plotësisht. Pra vetja shfaq tërësisht ashtu siç ndihet, e shfaq pa o pasur frikë do i pëlqej apo do i pëlqej kur do ma shikoj këtë pjesë. Përkundërzi, shfaq vetveten me qetësinë më të madhe pa bërtitur, mbi gjitha pa bërtitur. Edhe pa ngatruar dhe me pjesën e parave apo markave apo... Si janë? Çfarë gjendje psikologjike janë ata që bërtasin shumë? Kemi gjendje psikologjike mangësi, për shembull, shumë persona
për të plotësuar pjesë të mangëta që të vetes së tyre, ose që në një farë mënyra shprehet si një lloj boshliku i paplotësuar, mospranim të vetes, vetëvlerësim shumë i ulët, ankth, luhatje të shpeshta të humorit, të cilat sepse individi duke u larguar nga vetja dhe duke u shfaqur gjithmonë ashtu siç të tjerët duan, ashtu siç shpendon sepse të tjerët do ta pranojnë, me ato trende që imponohen, detyrimisht është larguar nga vetja. Pra e ndjen që nuk është comfortable, e ndjen që nuk është rahat, por kjo përqehet për të ndjerë i pranuar, sidomos në moshat adoleshente, të këtyre adoleshenteve që ti kishe pak më përpara, unë do kisha shumë qejf që të isha mes tyre dhe të jepja dhe të merja në mënyrën se si ato i shikonin në sa pyetje që ti pyetje. Është konfidenciale, por është çështja e hapësirave, por ne do ta bëjmë të mundur këtë, se është shumë interesante që të rinjt të bëjmë pyetje drejt ekspertëve, të përballen edhe brezat, një farë mënyrë do ishte akoma më dinamike. Por ajo që duhet të ngatrohet nga të rinjt është që veshja, stili nuk përfaqëson vlerën e adoleshentit, nuk përfaqëson identitetin e adoleshentit. Identiteti dhe vlerat kanë shumë më tepër se veshja është thjesht një nga elementet e puzzle-it që e paraqet, e flet, e komunikon. Do kthehemi shumë shpejt, sepse ajo është pjesa më e rëndësishme, se sa rrjetet sociale kanë ndikuar te kjo, pra që imazhit na japin flet vlerën që të rinjt mendojnë se kanë. Adora, ti ke qenë e lidhur me imazhin shumë herët që e vogël? E vogël. I e shprehur nëpërmjet veshjes, pamjes? Gjithmonë. Për mua kjo është gjë e lindur, po mund edhe ta mësosh këtë gjë, nëse e ke me dëshirë. Kam qenë gjithmonë e prirur për ta bërë këtë gjë dhe gjithmonë për të patur këtë gjërat e thjeshta, po t'i bësh të duken bukur. Domethënë kjo ka qenë gjithmonë brenda vetes time. Edhe shfaqja këtë jo vetëm me veten time, po edhe me shoqet e mia, sidomos domethënë ato kanë qenë gjithmonë kukullat e mia që unë i visha edhe për shfaqja veten, edhe mënyrën se si unë do doja që të dukeshin, sipas mënyrës time dhe sipas personalitetit tim. Dhe dashur pa dashur kuptova që me kalimin e kohës kjo gjë e pëlqehej. Kështu që fillova ta zhvilloj edhe më shumë tek vetja ime dhe e ktheve në profesion. Ishte një zë i brendshëm për të gjetur veten. Unë kam përshtypjen që njeriu deri në fund të jetës e ka pak të vështirë që të gjej çfarë do, sidomos duke marrë parasysh informacionin që është shumë i madh, qoftë edhe nga rrjetet sociale, ti dashur pa dashur ndikohesh, dashur pa dashur ti fillon të kesh edhe gjëra dhe idera të tjera se si mund të dukesh edhe çfarë të pëlqen më së shumti. A harxhon shumë para dhe kohë për të dukur bukur? Harxhoj shumë kohë për të dukur bukur, por jo shumë para për të dukur bukur. Pra nuk janë element kryesor para? Jo se nuk janë element kryesor, sigurisht janë shumë të domosdoshëm, por unë nuk jam e të zgjedhurit të trendit gjithmonë. Pra do zgjidhja gjithmonë nëse kemi diçka që është in për momentin, të zgjidha një detaj të vogël dhe pastaj do ta personalizoja mbrapa. Dhe kjo është një nga gjërat më të rëndësishme, qoftë edhe për ata që janë më të rinj, qoftë edhe për ata që kanë dëshirë të ndjekurit modës. Domethënë duhet të kesh një lloj ndërgjegjësimi kur vjen puna për të ndjekur modën edhe për të ndjekur trendet, se në një farë mënyrë apo në një tjetër influenca pa ndërgjegje është në një farë mënyrë manipulim. Kështu që ti duhet të ndërgjegjësohesh me veten tënde dhe të kuptosh se çfarë është gjëja që ty të pëlqen dhe ty të përshtatet mbi të gjitha. Kjo është shumë e rëndësishme. S'ke luajtur asnjëherë me këtë pjesë? Jo, nuk kam luajtur me trendet pothuajse asnjëherë. Domethënë, duhet të shikoj vetëm gjëra shumë të vogla që unë i personalizoj. Nuk se reklamon diçka që ty nuk të pëlqen, që nuk të përket si stil. Jo, dhe nuk jam shumë kundra kësaj gjës. Domethënë, shikoj her pas here që dalin trende të ndryshme që ndoshta nuk i shkojnë të gjithëve. Edhe kjo gjë deri diku më irriton se them, po pse do të bini pre kësaj gjës edhe të visheni dhe të dukeni keq. Dhe në fund të ditës të dukesh bukur është një kartë më vete të prezantuarit në publik edhe qoftë edhe në rrjetet sociale, po edhe me njerëzit që ti takon për ditë. Edhe është një kartë që ti e ke që në momentin e parë. Pastaj për së dyti është pak vështirë që ti të krijosh një imazh tjetër për veten. Të rinjt në opinionin tënd si vishen sot? Shiko, unë si prezantohen Unë i shikoj të ndarë në dy grupe. Janë grupi i këtyre gocave që ishin pak më përpara që unë i ndoqja me shumë vëmendje. Six Seven, minimaliste.
6-7, dhe që shpreja tipike... Që edhe shumica amerikane nuk e kuptojnë. Mos qënë asë 3-4 apo 9-10, 6-7 për që më brënda, pranushëm. Pranushëm. Unë të stile që i pranushëm, 6-7 që i qojnë e të. Jo, unë i ndaj në dy grupe. Ka realisht të rinj që për shkak të moshës 17, 16, vishën më së tepër me gjëra që nuk u përshtaten moshës vetë. Ka dhe pastaj nga ato që rrinë brenda kornizës moshës tyre dhe lejojnë që të duken aq sa janë. Pra nuk i lejojnë vetes të duken më shumë se ç'a janë. Për mua nuk është problem ta bërtasësh këtë gjë, domethënë nëse ti do të dukesh bukur, ajo që mua më shqetëson është që ti do të kuptosh gjithmonë vendin ku ti je dhe për çfarë je. Domethënë nëse ti do të dukesh glam, do ta gjesh këtë, do ta bësh në një ambient që i përshtatet kësaj, dhe asnjëherë në ambiente shkollore, asnjëherë në ambiente administratash, asnjëherë në takime pune. Pra, përshtatja duhet të jetë ajo që duhet të kenë kujdes të rinjt. Jo për faktin se e bërtitën këtë gjën se shkuan për shembull në një klub dhe u zhvesh më shumë se ç'duhet apo jo, por balanca që duhet të gjejnë mes gjërave që veshin, kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. A mund të më shpjegosh këtë kujdesin dhe mënyrën se si vishen në dasma vajzat dhe gratë? Pse në dasëm duket sikur të gjithë i bëjnë konkurrencë nuses? Pse nuk ka një përmbajtje nga ato prindër kanë rrethon? Përmbajtje që të shkojnë në dasëm dhe mos se nuk kuptohet kush është nusja. Pjesa e një prezantimi nuk fillon dhe mbaron nga momenti që lind individi dhe krijohet. Ky fëmijë lind diku, lind në një familje, lind në një rreth shoqëror. Dhe kjo pjesa me që ti more një event kulturor social. Nuk e kam këtë mund këtë perceptim, apo jo? është shumë masive kjo. Kjo pjesë, veshja lidhet me formimin intelektual të individit, me nivelin e individit dhe mënyra se si individi zgjedh të shfaqet në mënyrën dhe se si e vlerëson dhe eventin apo vendin apo ku si do të diferencohet për treguar se kush është, për treguar botës se kush është, apo edhe për të bërë diferencimin, por edhe për të kursyer nga pikpamja psikologjike pjesën e refuzimit apo të ndonjë komenti negativ. Në vetvete duke qenë se janë trumpetuar këto pjesë nga mamat e tyre apo nga parefisi, po zani më i shtrenjtë apo këtë diun këto të gjatat jo xixat kurizmiçar apo dekolteja dhe ku ta diun me një kostë sa më të madhe dhe me sa më shumë xixa, okay, ato nga ai lloj niveli vinë dhe ato përfaqësojnë, më kupton? Ka një historik, mënyra se si vishet një individ. Përveç problematikave psikologjike, kur ato kanë problematika dhe janë jashtë individit në mosha të ndryshme, për problematika të ndryshme. Këto kanë gjithmonë arsye, nuk është thjesht kot një transformim apo një shfaqje e thjesht e një shije. Pra duhet kuptuar që pjesa e stilit e veshjes nuk ka të bëjë vetëm me çështjen, nuk është një çështje estetike. Është një çështje psikologjike e individit. Sa është formuar, si është formuar, si e ka kuptuar, sa e ka njohur veten, sa po e kupton veten, çfarë po e pengon, si e ka vetëdijsimin mbi të gjitha, vetëdijsimin mbi të gjitha. Kjo do ndikojë në pjesën se çfarë e ka bërë veshjen mjet identiteti apo është e shef pjesë të identitetit. A pranohet individi i bukur më lehtë në shoqëri, në grupe caktuara, i bukur them që ka dëgjoj, e thon kështu. Një kujdes në veshje, në pamje, në pjesa e komunikimit jo verbal, që përbën 90% komunikimit që bën qenia njerëzore. Kemi komunikimin verbal, cila zë gjua që ne përdorim, cila zë vetëm një 10%, 13%. Por kemi dhe komunikimin jo verbal, i cili ka peshën më të madhe të asaj që transmetojmë në shoqëri. Pra, në momentin që ti komunikon me mua, edhe më njeh mua, ti me njerë automatikisht merr shumë mesazhe se kush është Urdina nga mënyra se si unë ndishem, si qëndroj, toni i zërit, vetbesimi, artikulacionet, mënyra se si unë lëviz, si ndërveproj me ty, merr 97%, rreth 90% të informacionit lidhur me mua se kush jam unë, sa konfidente jam unë, mashtrojun apo s'mashtrojun, jam e aftë apo s'jam e aftun, në këtë që unë po them. Pra sigurisht që veshja është një brenda këtyre elementeve të komunikimit jo verbal që ka një rëndësi.
Ashtu sikur se neve marrim informacion, dikush që ka një çantë Prada dhe një kostum Louis Vuitton, themi vjen një shtresë e lartë dhe mrapa neve mendojmë që ka një nivel të caktuar social apo intelektual apo është i pasur, pra fillojmë të marrim informacion. Në Shqipëri janë edhe të ngatruara këto se. Mirë, unë po flas niveli me parat jo në përgjithësi. Por që ka një element të rëndësishëm ka. Por në momentin, pra veshja unë shfaqja me veshjen. Në momentin që unë filloj dhe flas, komunikoj me ty, unë do komunikoj, do veprej me ty, ti më bën disa pyetje, ose do bisedoj, ose në rastin aktual jam duke dhënë disa përgjigje, ti si moderatore, unë si paneliste, dhe këtu unë tregoj se sa në përputhje është kjo veshje që unë kam, mënyra se si prezentohem, me atë se çfarë kam unë këtu dhe këtu. Pra kush jam? Unë kam shfaqje me një emër, psikologe klinike, ashtu sikur se mund dalin dhe shumë të tjera psikologe klinike, në mënyrën ku flasin, në mënyrën se si trajtojnë klientët e tyre, në mënyrën se si prezantohet, bëhet dhe diferenca, apo jo? Patjetër. Ashtu sikur se çdo lloj profesioni. Pra ka rëndësi, por humbet tërësisht vlerën e saj, sepse shoqëria është gjatë gjithë kohës në selektim. Ne kemi arritur në pikën që po japim më shumë rëndësi se sa kontenti vetë. I pranojmë më kollaj, i shohim ndryshe. Sepse kjo ka ardhur me pjesën edhe të hyrjes së teknologjisë, medjave sociale, kërkojnë njerëzit. Por mos harrojmë një gjë, ne të dyja e dimë, edhe shumë individ që e kam procesuar konjektivisht deri në thellësi këtë pjesë, që mediat sociale nuk shfaqin një realitet real, por shfaqin një realitet me filtra, i cili është i cunguar dhe nuk është real. Plasim për ata që e kam procesuar nga fillimi deri në fund në mënyrën se si shfaqemi, bëjmë 100 foto dhe cilat foto zgjedhim ato më të bukurat, duke tentuar perfeksionin që të më të marrim sa më pak, mos marrim komente negative, apo të marrim sa më shumë like. Pse zgjedhim më të bukurën? Lidhur edhe me pyetjen që janë mekanizma të pandërgjeshme. Pra në një mënyrë apo në një tjetër ne zgjedhim më të bukurën më kollaj, se kështu doja që të dilja në një farë mënyrë apo një tjetër. Ndalojmë atë, pranojmë më kollaj, flasim personi i parë që për ta pranuar. I drejton fjalën është ai që është më i bukur. Por lidhur logikisht nuk duam që të marrim komente negative, duam marrim ndërsim. Dëgjova, po, patjetër. Po unë nuk e lidh gjithmonë në veshjen me atë që ti je, do të thënë sjellja është ajo që bën diferencën. Më ka ndodhur në shumë raste që unë shikoj njerëz që janë të veshur realisht shumë bukur, kanë krijuar një tjetër identitet dhe unë atë identitet e kam pranuar dhe e kam besuar në momentin që e kam parë dhe sjellja e tyre ka thënë komplet diçka tjetër. Kështu që jo gjithmonë veshja tregon njeriu. Po kjo është një moment i dytë pra. Është sjellja që bën Ky është momenti i dytë. Ne po flasim gjithmonë për atë momentin e parë, pra sikur është në organikën tonë të pranojmë gjithmonë të bukur. Unë besoj që po. Unë besoj që bukur është më qoftë kjo pastaj e rreme apo jo, kjo është një tjetër bisedë, tjetër diskutim, po besoj që pranohet shumë lehtë. Ky presioni edhe për zirin edhe për impresionin që tregon te njeriu. Por mënyra se si konceptohet e bukura dhe pjesa e stilit në vetvetes, sepse unë fokusova shumë te pjesa e stilit. Pra për mua e bukur do ishte kur individi shoh një koherencë ke individi, pra të themi një koherencë në mënyrën se si shfaqet, që në shfaqet dhe në mënyrën se si prezantohet. Pra nëse ato kanë përputhshmëri dhe janë koherente me vlerët dhe qëndrimet e individit, mua më vjen e bukur në tërësi më pas e gjitha. Pra nuk e shikoj si një lloj pelerine unë këtë veshjen. Është kjo një kuverte e bukur apo s'është, apo është një pelerinë e bukur dhe unë ngrej atë dhe kjo. Dina, ky presioni për të dukur perfekt, duke qenë se edhe i përmende filtra që sot nuk po kuptohet më, imazhi real. Për perfeksion, se kjo largon individin nga për të qenit vetvetja, se të përpiqet që të pranoj trendin dhe të përqafoj trendin që është reklamuar. Si një formë dhune e normalizuar ky presioni për të dukur perfekt. Jo dhun, nuk e lexoja kështu, po do thoja që krijon disa tensione dhe presione psikologjike, sidomos këtë rinj, se për ne që kemi procesuar dhe kemi përfunduar këtë proces. Ne tashmë jemi të qeta me këtë pjesë. Neve jemi ne që bëjmë modën, pra secila nga ne mund t'japi një element të modës, pra ne krijojmë, japim disa tendenca.
Më problematike dhe shqetësuese është tek të rinj që janë duke krijuar këtë identitetin, të cilët në tentativa dhe përpjekje janë në kërkim dhe është më se normale që janë në kërkim. Dhe është më se normale teksa i shohim që ndryshon çdo javë stilin, do të ndryshojnë ngjyrën e flokëve, do të eksperimentojnë me piercing apo me Kjo tregon pas sigurisë madhe apo jo? Eksperimenton me veshje sportive, pastaj eksperimenton me takën, pastaj është duke kërkuar, duke formuar identitetin e vet. Se çfarë i pëlqen dhe çfarë i pëlqen, ku i duket vetja bukur dhe ku si duket vetja bukur. Një proces që siç thash, mund të përfundojë në moshën 18-20, mund të përfundojë edhe në moshën 25, mund të përfundojë edhe në moshën 28 vjeç. Çdo individ po 28 vjeç ka që pasigurt në vet në mënyrën se kur e gjen. Problematik është kur pamja dhe veshja, pra nga pikpamja psikologjike, kthehet në burim ankthi. Nuk duhet të jetë një burim ankthi, duhet të jetë një formë shpreje. Unë komunikoj veten time. Por tek cila kategori krijon ankthi? Kush kthehet ke adoleshentët për shkak të krahasimit në mediat sociale apo në rrjetet e barazon me identitetin, pra gjithë vlerën e vet e përcakton atyre është diçka e gabuar, sepse nuk mund të barazojmë të gjitha vlerat tona për cilat ne kemi punuar fort, pra jo vetëm pjesa se sa studion mora 9 apo 10, nuk është vetëm aty pjesa. Një adoleshent ka krijuar disa tipare personaliteti, pra është i ndershëm apo s'është i ndershëm, është gënjeshtar apo s'është gënjeshtar, është trim apo s'është trim, është i guximshëm, s'është i guximshëm, është i qëndrueshëm, s'është i qëndrueshëm, është organizuar, s'është organizuar. Janë gjithë ato tipara që krijojnë atë personalitetin e bukur për të hyrë në botën e të rriturve dhe ku prezantohen sa më bukur. Ku ka ndikuar prindi? Ka ndikuar prindi, ka ndikuar rrjeti shoqëror, dhe veshja është vetëm një nga ato element. E rëndësishme është që ky element të jetë kongruant dhe të përputhë dhe të nxjerrë pikërisht këtë formim. Adora, ti e ke pjesë të procesit tënd të mendimit që kur poston e mendon çfarë mesazhi përcjell, qoftë edhe tek të rinjt? Gjithmonë. Gjithmonë edhe përpiqem që njerëzit të kuptojnë që kjo që unë po nxjerr nuk është trendi. Kjo është personalizimi që unë shoh nëpërmjet modës. Për mua, moda do të jetë inspirim, po kurse si të dalin nga originaliteti i vetë, sepse lidhur dhe me çfarë foli Redina pak më përpara, ankthi krijohet në momentin që ti je në disbalancë shumë të madhe mes asaj trendit që ti shikon, që është in i momentit, dhe fakti se si ti je gatuar dhe nuk e përshtat dot këtë me veten. Në këtë moment ti fillon ke disbalanca, pastaj ke pasiguri, a duken bukur, a jam brenda trendit apo jo. Ajo që duhet të normalizohet në këtë pikë është që duhet të kuptojmë që moda është një inspirim dhe kurse si të vrasi atë që ti je në vetvete dhe ta përshtasë këtë gjën me njeriu që ti je. Domethënë, jo domosdoshmërisht çdo gjë që del duhet të jetë e bukur dhe të përshtatet. Duhet të përshtatet me figurën tënde, duhet të përshtatet me trupin tënd, është shumë e rëndësishme. Ka realisht trupaj që nuk i shkon një trend i momentit. Kështu që në mënyrë absolute nuk ke pse vesh këtë gjën vetëm se është trend, mund të gjesh diçka tjetër më të vogël se ajo në mënyrë që ti ta përshtasesh me veten në mënyrë sociale janë një nga faktorët kryesor për këtë ankthin e perfeksionit, të dukurit bukur, shpenzuarit edhe ndonjëherë jashtë mundësive që kanë të rinj. Shikon, nuk dua të shikoj rrjetet sociale si gogoli për të vrarë inspirimin edhe për të mos marrë informacionin. Se realisht informacioni është shumë i madh dhe është shumë më tepër se çka qenë përpara dhe kjo duhet marrë në një kontekst më të mirë të gjës. Kjo është ana pozitive. Por a e vret në një farë mënyrë apo jo, po sepse e bën konkurrencë. Pra e vret konkurenca kur ti shikon dhe merr kaq shumë informacion dhe ti dalin për shembull 2-3 njerëz që postojnë diçka, një trend të momentit, edhe ti pa dashur, thua ajo e ka postuar, duhet ta postoj dhe unë, dhe kjo pastaj fillon krijon ato pasiguritë, atë mungesën e vetbesimit, këtë sepse ka shumë video informacioni dhe inspirimin e rrem. Që bëjnë shumë shopping. Dhe çfarë është e rrem shitet më kollaj se sa diçka që është e vërtetë. Dhe këtë ne kemi parë qoftë në rrjetet sociale se si shiten për atë që folim dhe pak përpara. Ne duam të nxjerrim gjithmonë më të bukurën që kemi bërë gjatë ditës, pavarësisht faktit se ndoshta mund të qenë dita jonë më e keqe, por ne atë ditë duhet të dukemi bukur dhe kjo e bën atë disbalancën. Ndaj vazhdimisht të përsëris që balanca mes asaj që ti je dhe trendeve nëse ti do t'i ndjekësh,
duhet jetë me vetbesim të plot në vete. Sot shikon më shumë identitet të këtë rinjt, apo shikon klone më shumë? Shikoj më shumë stile të klonuara. Një klon që ngjan një kloni tjetër. Dhe kjo vjen edhe nga rrjetet sociale, në mënyrë absolute po. Sepse mungon diversiteti, mungon originaliteti, dhe në momenti që këto të dyja mungojnë, moda e humbet edhe zërin e saj primar që duhet jetë inspirimi, edhe jo të bërit klonet një pas njëshme. Rudina, për ta mbyllur, sa e vështirë është të kryosh sot, të kryojnë të rinjt sot vetbesimin mbi pamjen e tyre? Është pak e vështirë, është shtuar vështirësia vitet e fundit dhe sidomos për të rinjt e sotëm, ne kemi pasur pak më të thjeshtë për të krijuar identitetin tonë, për të krijuar edhe për të bërë stil, edhe për të krijuar individualitet, e kemi pasur pak më të thjeshtë në fakt, sepse kemi pasur pjesa e këtyre rritjeve siç u theksua dhe këtu, që ka shtuar pak konfuzionin, pra shumë modele, shumë krahasime kanë shtuar pjesën e në rritje të antit, të mungesës, se mos më refuzojnë apo se mos nuk më miratojnë. Dhe kjo i ka bërë disa individ dhe disa të rinj që të izolohen, izolimi social, frika, se mos nuk ndjenë pranuar fakti të refuzojnë për të shfaqur veten e tyre. Mos kenë konfidencën dhe vetëdijsinë për të shfaqur veten e tyre. Unë shikoj në klinikën time, i shtyr që të jenë aktiv. Është një problem shumë i madh për të rritur vetëdijsimin, por dhe deri diku mundon ta toleroj dhe t'i kuptoj dhe t'i jap pak më shumë kohë këtyre të rinjve që u duhet. Pra të rinjt sot, ajo që unë shikoj nga pikpamja klinike, janë më vulnerabël psikologjikisht krahasuar me neve. Unë e përdor shpesh, e përdor shumë shpesh të shprehjen këtë kohë të fundit. Kanë më pak sistem imunitar psikologjik krahasuar me ne, të cilët ne në moshën tonë i krijuam vetë, pra duke eksploruar me ato që ishin në ato vite, dhe gjetëm veten tonë dhe shfaqëm veten tonë. Këta të rinj, jo vetëm ke pjesa e veshjeve, por vulnerabilitetin psikologjik e kanë në të gjitha dimensionet, vulnerabilitetin psikologjik, janë më të prisht emocionalisht, kanë më pak eksperjenca, kanë gjetur shumë gjëra gati, pjesa e rrjeteve sociale që ka shtuar konfuzionin e tyre dhe frikën e ankthit të se mos ndjen kanë stilet e sekret ndryshe, e gjitha këto. Unë mendoj që sa më shumë të merren prindrit në këtë pjesë. Pra jo thjesht nuk fillon dhe mbaron aty i vetvetja. Shumë e thjeshtë thuash por ai i riu nuk e kupton në atë momente. Aty i duket fundi i botës, më thonë, duket sikur gjithë bota po e shef, sepse në atë fazë zhvillimi është. Dhe të qenurit pjesë e grupit, vetbesimi është gjithmonë çështje moshe apo e mbartin edhe kur rriten? Pak më shumë e lidhur me vetëvlerësimin. Kur e shikojnë fëmijën që ka mungesë të vetëvlerësimit dhe çdo gjë fokusohet, pra pjesa e vetëvlerësimit të fëmijës së tyre është fokusuar gjithë ke imazhet e ke pamja e jashtme, të punojnë pak më shumë për të fuqizuar ata, por jo të mjaftohen me shprehjen një vetvetja. Shumë më tepër. Për të gjetur vetësinë e tyre. Ju falenderoj shumë që ishit në program, ishte shumë kënaqësi, kemi mbërritur në fund. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët, ne do takohemi tashmë të hënën në orën 16 si gjithmonë. Faleminderit që na ndoqët. Thank you.